Korrupsioni vret. Ju kujtojt historia e këtij zotrisë? Quni unë ngrit aty, e ke vatet e I vajtë aty, tha, me doktor e shta, unë do mjekimi, tha, si vjesh, kur të vijë, tha, nuk ka. Dhe qatë dite, nuk I vazhdoj ilaqat, ka mërë nuk erdhen. Unë bi jetën quni, për vetëm për bet ilaqeve. Në datën 1 shtator, a ju më vdiq. Tani dëgjoni se si Edi Rama sot, që u kap duke vjedhur bashkë me Ballukun dhe Berberin, kujtohet për onkologjikun. Po ndalem tek lufta me kancerin, hapim një linjë financimi nga buxheti I shtetit, 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Edi Rama tani që u kap, tani kujtohet për ata. Por Edi Rama haron që djali I këtij zotrisë që dëgjuam ka vdekur sepse mungonin ilaçet. Dhe ilaçet mungonin sepse parat vidheshin nga Edi Rama, nga Balluku dhe nga Berberi. Tani Edi Rama thot, sot që është në vështirësi, sot që e kapën, thot tani gjitha 15 milion euro tjera. Po për të kaluarën, apo për ata kush vdiq, s'do merrem me të kaluarën. Por nuk funksionon kështu. Nuk mund të bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Keni vjedhur parat që mund të shpëtonin jetën e qytetarëve shqiptarë dhe duhet të mbani përgjegjësi. Duhet të dilni para drejtësisë për parat që I keni vjedhur popullit më të varfër në Europë.